mund pyet djali, pse babi Xhaxhi Lajm, për shembull, një bashkëfistar jam, nuk ka punë, nuk ka shtëpi të vetën, jeton me përplasje, jeton kështu. Ku ju keni qenë shok luftës, ka qenë luftë, ka shkollimin, edhe pyetje shumë e vën. Po, edhe reagim shumë e vën. Edhe unë i tham djalit, kështu. Mirë. E ky shoku tjetër që të përshëndeti kush është, unë i tham ky është një dikush që babit s'ka mendu kur një jetë që shqiptarët duhet jenë të lirë, s'ka mendu kur një jetë të jetë një solidar ose dëmirës, nuk ka ndje dhimbje për asnjë proces që ka kalu Kosova, e qa ka ky ka të gjitha. Edhe djali jam e merr model këtë, nuk e merr model këtë sakrificës. Mendoj që sot edhe Haradinajt, po flasë për familjen Haradinaj, po flasë me shkas, për i marrë me qëllim, për hirtë të opinionit, për shkak që mos me u gjyku politikisht, se kam rrugtu me ta. Po familja më e madhe shqiptare e sakrificës prej Gjergjit e deri në brezin tonë është familja Jashari. Po edhe Haradinajt, edhe Jasharajt, edhe sot shumë prej neve jetojnë me një mirëqenie më të mirë se sa kemi pas. Që s'mund të jetojnë njerëz njësoj në ekonomi të rregullt, kjo është në rregull. Absolutisht, po diçka tjetër. Po e referohesh mbase kujdesit shtetëror. Pikërisht. Me ligj. Që nuk është tani. Pikërisht, po ju diçka për te saj, po du me thonë, të ta përfundoj. Po kullat e Jasharëve për në renohen, edhe çdo kull atje në kushte atmosferike. Kam probleme të ndër me gjas. Që s'mund bushin xhepa si duhet. Po. Ky është shpjegimi si përfaqësor publik. Cila është arsyeja e madhe pse nuk restaurohen, pse nuk mirëmbahen ato kullat lirisë? Përderisa na po flasëm rrit. Një tull e shtëpiave, e odave, e konakut të Shaban Jasharit ka vlerë më shumë se cili pallat që ndërtohet në Kosovë. Ne po lejojmë u rënu. Po lejojmë me u rënu se nuk kemi elita politike që ndjen dhimbjen dhe sakrificën e dhënë për këtë popull. Edhe kemi sjell prej një Adem Jasharit e një Hamz Jasharit e një Basit Shaban që ka sakrifiku këtë brezin e tij për lirinë dhe shërimin tonë. Nuk ka me pas një histori të popujve asnjëherë rast të tillë. Historia është e vetmja shkencë që nuk shkruhet dy herë. A e vetëm një herë tregon. Ne sot nuk jemi në gjendje me dhënë se cilin do proces një thu të fëmijës tonë për këtë vend. Se modeli është ai për cilin legena e qelpsirat e pushteteve pa dallim partije politike, e shokëve të luftës e të politikës, nuk dojnë me u lodhë.